Proceset në dhomat e specializuara janë një moment i rëndësishëm. Shqipëria respekton drejtësinë ndërkombëtare dhe pavarësinë e saj, por drejtësia duhet të jetë e paanshme dhe e shkëputur nga çdo lexim kolektiv. Drejtësia nuk mund të ecë me standarde të dyfishta, nuk mund të prodhojë perceptimin se viktima dhe agresori vendosen në të njëjtin plan ligjor, moral dhe historik. Lufta e Kosovës nuk ishte një luftë për pushtet, ishte një luftë për mbijetesë dhe për liri, pas një periudhe të gjatë represioni dhe terrori sistematik ndaj popullsisë civile. Kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe koalicioni NATO-s ndërhyjnë në Kosovë për të shmangur një katastrofë të re humanitare me përmasa përtej tragjike në zemër të Europës. Prandaj çdo proces që lidhet me atë periudhë duhet të zhvillohet me vetdije të plot për kontekstin, për disproporcionin e forcës dhe realitetin e krimeve ndaj popullsisë civile. Sot në Hag përballen me drejtësinë udhëheqësit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Emrat e tyre janë të njohur për çdo qytetar të Kosovës. Ata janë figura që përfaqësojnë një kapitull të caktuar të historisë tonë të rezistencës. Ne nuk ndërhyjmë në proces dhe nuk paragjykojmë asnjë vendim gjyqësor, por kemi detyrimin moral dhe historik të themi qartë se drejtësia duhet të jetë drejtësi e plot, pa shkelje të standardeve ndërkombëtare ligjore, pa shkelje të drejtave të njeriut dhe jo drejtësi e pjesshme. Ajo nuk mund të shkëputet nga konteksti i një lufte çlirimtare të një populli të tërë. Nuk mund të injoroj faktin se në Kosovë ka pasur agresion shtetëror, spastrim etnik dhe krime masive ndaj popullsisë civile shqiptare. Asnjë proces gjyqësor nuk duhet krijojë se perceptimin se historia po rishkruhet në mënyrë të pa balancuar. Asnjë proces nuk duhet lërë hapësirë për idenë se rezistenca e një populli për liri vendoset në të njëjtin plan moral me politikën e represionit që e parapriu atë. Kosova si shtet nuk është në gjyq dhe nuk duhet të jetë në gjyq. Lufta e saj për liri nuk është në gjyq. E vërteta historike nuk është në gjyq. Ne kërkojmë drejtësi. Por kërkojmë drejtësi që sheh të plot panoramën, që sheh disproporcione forcës, që njeh kontekstin, që njeh sakrificën, që nuk shkel procesin e drejtë dhe drejtat e njeriut dhe që nuk lejon relativizimin e viktimës. Ky nuk është presion, kjo është përgjegjësi ndaj historisë. Dhe këtë e kemi thënë me gojën plot të dy, në Republikën e Shqipërisë dhe në Republikën e Kosovës. Integrimi euroatlantik i Kosovës është element kyç i sigurisë rajonale. Prania e NATO-s dhe roli i KFOR-it mbeten faktorë të pazëvendësueshëm stabiliteti. Në një Europë të trazuar nga lufta dhe tensionet gjeopolitike, siguria nuk është e garantuar. Ajo kërkon vigjilencë, koordinim dhe angazhim të vazhdueshëm. Siguria e Kosovës është prioritet mbi prioritete për Shqipërinë dhe siguria e Kosovës është siguria e vetë Shqipërisë. Kjo nuk është figurë retorike, është vlerësim strategjik dhe ne duam ta shohim Kosovën sa më pranë strukturave të NATO-s. Marrëveshja e përbashkët mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë është një element i rëndësishëm për jo vetëm për trajnimet përbashkëta e për sigurinë e përbashkët, por edhe për afrimin e Kosovës me strukturat e NATO-s. Mbajtja e samitit të NATO-s në vitin 2027 në Tiranë duhet të jetë një mundësi e shkëlqyer për afrimin e Kosovës me strukturat euroatlantike. Kosova sot na kujton çdo ditë se stabiliteti nuk merret i mirëqen. Dje ishte përvjetori i 4 i luftës në Ukrainë. Është një përvjetor që duhet bëjë të reflektojë këdo dhe që tregon qartë se çfarë ndodh kur vende në zemër të Europës lihen në zonën gri, në pritje pa qartësi. Kosova nuk duhet të jetë në një zonë gri, i gjithë Ballkani Perëndimor nuk duhet të jetë në një zonë